Është temë shumë e qelluar dhe kemi diskutuar disa herë, por edhe me subjekte politike mund ta diskutojmë, po besoj që kohën që kemi në dispozicion, që është rreth 15 minuta, nuk na mjafton që ta ezaurojmë mjaftueshëm. Por në këtë pjesën e dytë të temës, zoti Arifi, pra ne jemi duke folur dhe ndoshta edhe një ndër arsyet pse Kosova nuk u ftua në samitin e NATO-s është se nuk kemi institucione që kanë dalë drejt për drejt nga vullneti qytetarëve, por I kemi me ushtrues detyre. Jo vetëm aq, po përmend pak më herët tha që lëvizja vetëvendosje ka politik të jashtme të gabuar, unë kësha me thonë të gabuar, unë ka të dëmshme. Sepse në këtë periudhë kohore, jo që ka bot diçka të harit, po dhe domet I ka bot mëdha. E folëm tash të samitin për shembull të NATO-s. Për shembull, vitin e kaluar ka qenë presidenti I ftuar NATO, sepse në samitin e NATO-s marrin pjesë vetëm vendet anëtare, domethënë nuk ka mujt Kosova me. Mirë, po në takimet që në periferi të ngjarjeve ftohen nga vendet, ftohen edhe të tjera, partnere. Herën e kaluar na kanë ftuar amerikanët. Mirë po, kështu tash. Ne atëherë kemi pas në gjatë kohës Feris Haradinaj, bajagi kemi luftu shumë për me krijuar një përfaqësues, apo çush me thonë për neve ambasador të Kosovës në NATO, që në fakt nuk është ambasadori I Kosovës në NATO, po është përfaqësuesi I Kosovës për marrëdhënie me NATO. Dhe ne kemi dërguar atë në nivel të ambasadori, dhe ai ka funksionuar si ambasador, Astrid Zemaj. Jo, ma vonë. Dhe ai ka shku në atë kohë, urna? Ma vonë. Po, ma vonë, pastaj Glauku ka po, pastaj në kohë të procedurat kanë fu, ai ka qenë I pari. Unë jam kënë ambasador në Bruxelles, I ku mbulu krejt kur ka ardhur Astrid, kështu që kënë pak ma komplikune, po nuk kam rëndësi. Si do që tjetë, pa morë parasysh që ne di që bajagi shumë letra kemi shku për me ndodhë, që ja, dhe ndodhe, undu, shërbyes civil, ambasador I karrierës, shumë mirë, ka shkuat edhe që 15 muaj, për shkak të problemeve të mrenshme që I kanë pas, e kanë shkarku ambasadorin, e kanë kthyr në ministri, dhe tash që 15 muaj ne nuk kemi hiç përfaqësues atje, sepse NATO ka qenë bajagi e frustruar për këtë akt unilateral, e I cili vinte si rezultat I një organizimi shumë të mirë të vizitës së sekretarit Ryte në Kosovë. Tash që 15 muaj ne nuk e kemi kërkon atë. Nuk e kemi kërkon që endët në për ato koridore, kërkon që e qenë flamurin e Kosovës. Këto janë pasoja që po I janë gjithmonë pasoja, sepse ti ne nuk figurojmë në asë një mekanizëm. Prandaj, kur t'ja shtesh kësaj, edhe faktin që s'ke institucione dhe me të vërtet hum nga respekti, kur t'i shtesh edhe elemente se nuk ka pas kërkush kolegve, për shembull nga Turqia, apo nga një vend I NATO-s, që m'ja bon një ftesë edhe dikujt kryeministrit, atëherë ndodh që kjo që me shku krejt samiti, dhe mos me u fol asnjë fjalë për Kosovën, e pash këtë gazetarin që e kishte zonë kryeministrin e Holandës në një intervistë, të paktën që atë pash dikon që u përmend Kosova, dhe në një kohë mbulohet me një vizitë të kryeministrit të Kosovës në Greqi, në një forum të Papandreut, kryeministrit socialist, për një teori, për do tema që nuk kanë, jo veç që s'kanë relevancë, po që janë dëmshme për Kosovën. Dhe më thonë, këtë mesazhet gabueshme. Së dëmshme? Po ne nuk e di çka bën kryeministri me partitë greke, çka po pret për partive greke socialiste. Ti bin për ta njohur Kosovën. Që 6 vjet një pas një, e cilat vazhdojnë hala me të drejtuar ty si Kosovë me të hidhe si krahin serbe. Nëse këshdasht me ndihmu Kosovën, kish me kriju institucionet, kish me lobu për me marrë planin e veprimit të pëtësorin për statusin e kandidatit, që kish me zhju temat e antarësimit të Kosovës, dhe kish me rikthy teman e njohjes së Kosovës, kish me bot diçka në proces dialogu që është kusht kryesor për ma njohë 5 shtetet. Njohja 5 shteteve është jetike për stabilizimin e Kosovës, kuptim të asaj se hapën gjitha rrugë për Kosovën për antarësimin e NATO. Antarësimi i Kosovës në NATO është shumë e rëndësishëm se vetë antarësimin e OKB, sepse jep një përgjigje përfundimtare çdo procesi të pasigurisë edhe të rrezikimit të Kosovës nga Serbisë. Domethënë, nëse don me bëu veprime konkrete, është çfarë është dashur Ministria e Punëve të Jashtme, çfarë është dashur me bëu Kosova, që 6 vjet çdo resor I Ministrisë Punëve të Jashtme, çdo resor I diplomacisë të Kosovës ka shënuar vetëm kollaps. Tek e fundit 6 vjet asnjë njohje nuk vjen nga qeveria. Kanë qenë 3 njohje kryesisht që atribuohen presidentes Osmanit dhe Veçet Pacollit. Pra, edhe 6 vjet tjera ne nuk mujmë me prit
njohje nga një qeveri e tillë. Tash që së zonja Osmani s'do të jetë fare, po thënë? Ku me ditë në është e gjenë një notere tjetër, sepse funksioni me Eliosës më dorën zemër ishte kryesisht notere, mirë po, që atë punë ka kryer mirë. Ku me ditë vizita e Kurtit pa dashme absolvu ato se po veç për hir të objektivitetit se Greqia është një koqire e një forumit të partive që militojnë njëjtin milej politik, dhe me thonë nuk u shku mu taku me parti greke, po edhe kjo... Organizata është e Gjergj Papandreut. është internacionale, është e majtë, e krahu të majtë... Komuniste. Komuniste.